Po e filloj me momentin e parë kur jemi takuar në zyrën e presidentit Mejdani në Shqipëri. Ti ke qenë këshilltari i presidentit Mejdani dhe gjëja e parë që më ranë mend ishte kjo. Në botë zakonisht këshilltarët janë 60-70 vjeçar, ndërsa personalitetet të cilat këshillohen janë më të reja. Ti ishe këshilltar për komunikimin. Për komunikimin ishte 30 vjeçar, ndoshta 30 kështu, edhe e këshilloi një personalitet intelektual, një njerëz të mirë, i pranueshëm për tërë Shqipërinë dhe për botën. Ishte mesazhi komunikativ ndoshta më i miri i Shqipërisë. Po për hir të vërtetës, ai më ka këshilluar mua, domethënë e di këtë dramën ose këtë që i karakterizon udhëheqësit e Shqipërisë që përgjithsisht i kanë këshilltar të rinj. Mbaj mend një herë kur Berisha u rikthye në pushtet në 2005, kishte një 15 këshilltar që ishin studiu jashtë, këta kishin pikën e vet më të fortë. Dhe Mero Bazë, kolegu ynë që ishte i afërt me Berishën, por që natyrisht ndoshta nuk e vlerësonte këtë ndryshim të Berishës. 2005 ishte rikthimi i Berishës pas rënies, thoshte një gazetar grek, nga kati 20 dhe rikthimin politik pra. Thoshta do gjesh kohën që të këshillosh të gjithë. Domethënë, e vërteta është që unë kam marrë shumë eksperjenca jetësore për atij, periudhat në cilën ai ka udhëhequr Shqipërinë ka qenë shumë interesante, posaçërisht në planin ndërkombëtar, posaçërisht për çështjen e Kosovës, dhe natyrisht për marrëdhëniet ndërinstitucionale. Por për shkak se unë në raport me kolegët e mi, unë e kam filluar gazetarin vitin 93, kisha një eksperiencë studimesh në perëndim në Itali, mendoj që për shkenca politike, shkenca politike në Shqipëri nuk njiheshin si fakultet, po edhe për ligj, mendoj që kam dhënë disa, po themi, insighte, posaçërisht për reformën kushtetuese, për kompetencat e presidentit, mendoj që ai ishte kontributi im thelbësor, ashtu siç janë që do të bënte çka. Po, periudha Shqipëria miratoi një kushtetut në vitin 98 dhe pas një kushtetutës kohës komunizmit, një pakete kushtetuese e cila rregullonte veprimtarinë e institucioneve kryesore, por nuk kishte kushtetut plot. Dhe mos harrojmë kjo ndodh një vit pas zhbërjes së shtetit faktikisht. Saktësisht. Dhe ajo është një periudhë që pa hyrë shumë detaje, Fatos Nano ishte dikushi që i ndjer, ishte dikushi që vinte me kapital të fortë politik, parlamenti ishte 250 vet, kontrollonte mbi 2/3, dhe donte që nga një Shqipëri ku presidenti ishte figurë e fortë, edhe në letër, po edhe në veprat, Berisha të kalonte një presidencë shumë më të qetë. Dhe unë mbaj mend që përgatita një studim në atë kohë që në vizoja këtë, dhe Mejdani e menaxhoi me shumë qetësi, mirë po nëse ndodhen ato ngjarjet e shtatorit në 88, vrasja e Zemajdarit e tjera, kur roli i Mejdanit u spikat sërish edhe për shkak të bashkëbisedimit, ishte bashkëbiseduesi planit të parë për, po themi, për Clintonin, për Schüsselin që ishte kancelari austriak, apo për kryeministrin Prodi, sepse Shqipëria ishte një pikë kyçe në kuadër të konfliktit të ardhshëm që do të lindte në Kosovë. Kështu që, por natyrisht kam shkruar për të librin Recep Mejdanit e Kosovës, presidenti Mejdanit e Kosova. Edhe është interesant, tash po duhet të pyes, a është në këtë moment historik, domethënë kthehesh mbrapa dhe shef, në fakt nuk e bëri kushtetuta Mejdanin personalitet, po Mejdani personaliteti e bëri rolin e presidentit, apo jo? Absolutisht. Presidenti Mejdani është një mbështetës i rrallë për shumë arsye. Do të pari për integritetin e vet moral, për raportin me pasurinë, raportin me këto të këqijat e kohës, së dyti për profilin e lartë intelektual i cili ishte edhe ndërkombëtar. Mbaj mend për shembull kur vinte Solana, i cili gjithashtu ishte fizikan. Dhe kur shikoni një CV si e tia, që kishte patur pika kontakti edhe mësimdhënie në perëndim përveç studime thelluara në Francë, apo automatikisht impostohej në mënyrë të tillë që të respektonte bashkëbiseduesin. Edhe këtu kishte një relevancë sepse kishte qenë në Kosovë në kohë të socializmit. Këtu është pastaj një moment tjetër që ai njifte Kosovën, domethënë dhe
fliste pra me njohjen e lëndës, asaj të cilën duhet diskutoj, ishte i urtë në komunikim me perëndimorët, nuk ishte megaloman, për shembull dhe si të shqiptar, të më thënë, flasim me fjalë të mëdha, apo me koncepte të komplikuara. Ai ndonse në shkrime, kem pat rastin që të flasim edhe për shkrimet e tij, mund të ishte pak më teknokrat, se teknologjik, ose i stërzgjatur, në komunikim ishte shumë efektiv. Është shembull që përdoret edhe nga fizika, mendoj që ishin shumë të kuptueshëm për një moment kur Shqipëria luajti rolin kryesor. Dhe ajo është një eksperiencë e cila më pasuroi. Natyrisht unë kam bashkëpunuar me të jo thjesht për dosjen e Kosovës. Cili është roli kryesor që mendon që ka luajtur? Po shikojmë, së pari, ai ishte pika lidhëse e atyre institucionet të shtetit shqiptar që bashkëpunuan qoftë me faktorin ndërkombëtar, me nivelin më të lartë aty. Shqipëria u bë si destinacion i udhëheqësve kryesor të botës. Kryeministra, president Clintoni nuk erdhi, por ishte zgjedhje e qëllimshme e tij, erdhi në Shkup. Komunikuesi kryesor i media më të rëndësishme, vetëm për të përmendur 2 herë dolin Larry King Live, po flasim për Hard Talk-un, po flasim për 99. Për 99-ën, pra intervista pastaj në Le Monde, pra në gjithë media ndërkombëtare më serioze, duke ofruar të vërtetën e Kosovës. Së treti, koordinuesi atyre institucione pra që bashkëpunonin me UÇK-n, apo që merreshin me dialogun, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kur flas për institucione, referohem edhe shërbimit sekret, i cili ishte ndihmuesi i parë, po themi, edhe për të ndërlidhur UÇK-n me faktorin perëndimor, këto shërbime CIA e tjera, por edhe për të menaxhuar shumë procese. Shqipëria vendosën syrin e ciklonit dhe rrezikonte ekzistencën e vet në një kuptim, sepse nuk diheshin ato skenare që mund ndodheshin. Serbia ose Jugoslavia mund ta sulmonte Shqipërinë, etj. Pra, Medani ishte figura e cila për shkak të qëndrueshmërisë në rolin e vet, 5 vjet, ishte pikë reference e qëndrueshme, dhe ju e dini se sa e rëndësishme është për faktorin perëndimor të ketë një figurë e cila nuk ndryshon me rotacion, me pluralizëm, edhe ishte një pamje krejtësisht tjetër për vitit 97, dilte një njeri i matur, i qetë, një intelektual, një njeri i cili me butësinë e tij tregonte një imazh krejtësisht tjetër të Shqipërisë. Absolutisht, dhe kjo është një nga ato keqardhjet e mia, sepse ajo çfarë ka bërë ai për Kosovën nuk është plotësisht e qartë. Do të thonë, e bëm atë libër, unë insistova më shumti, por ndërkohë sot për shembull Kosovë mendojnë që ishte kryeministri Majko që ka rolin kryesor në administrimin, po përdor një fjalë kështu të konfliktit në Kosovë, mikpritjen e të ardhurve, ndihmën për luftën. Po në histori mbahen mend sentencat, edhe kur ai doli, Pandeli Majko doli edhe tha dyert e hapura të Shqipërisë për çdo vëlla nga Kosova, vëlla e motër nga Kosova. Kjo mbahet mend, kjo mbetet në histori. Jo, mbahet mend edhe për shkak se kryeministri Majko atëherë zgjodhi që ishte se në këtë ndarjen e roleve të brendshëm, ai zgjodhi që të ishte në kontakt me kampet. Edhe Medani shkoi në për kampin, ne kemi shkuar me presidentin italian apo me udhëheqës të tjerë, me kryeministin italian, francez etj, me Tony Blairin po ashtu. Ai kishte kontakt drejt për drejt me masën e madhe të atyre të ardhurve. Kjo sentenca që ju përmendi, unë e mbaj mend është diku e 98-s, kur ne po ktheheshim, vizituam Tropojën atëherë, president kryeministër, dhe në kthimin sipër në fusharë u njoftuam se menduam që ishte një valë e parë, ishte një periudhë që vinin grupe të vogla, pastaj pak më të mëdha, dhe diku në fusharë na njoftuan me telefon satelitor që një grup mira njerëz, atëherë u mor ky vendim kryeministri Majko, i cili natyrisht pati dhe rol kryesor, por ishte një kryeminist i ri, me mungesë eksperience, me papjekurinë e imagjinueshme institucionale apo dhe moshore, por që edhe ai ishte, po themi, shumë i dobishëm, apo ka lënë gjurmë në atë që administrimin e konfliktit.